Përshëndetje, ju njohim me shtypin e ditës për këtë fillim jave e hënë 22 dhjetor. Gazeta Telegraf hapet me lajmin grabitje me skemën paketa e maleve, mal 301 hektar në Bregdetin Maminas Lalz. Trump firmos ligjin stop korrupsionit në Ballkan, duhen zgjedhje të lira, priten non grata brenda 90 ditëve ndaj liderëve të korruptuar. Vetingu i klaneve ish prokurori Karanja jasi antarja e KPA-s Ina Rama mbylli 21 janarin për një shtëpi dhe lidhje me gardistin. Kryebashkiakja e Vlorës Bruna Mersini, intensifikimi i kontrolleve në cep të territorit, masa ndaj shkeljeve mjedisore për objektet pa leje. Në gazetën Dita mund të lexoni misionar të vetë shpallur, një analizë mbi pavdekësinë e të gjallëve dhe misionarët politik, për atë që pati mundësinë të mbajë mend për mirë, por zgjodhi të ishte i përjetshëm dhe i pavdekshëm në historinë e këtij vendi. Nga Fatos Tarifa. A e ndihmon histeria antikorrupsionin, nga Adrian Thano. E kujt është zyra ku SPAK zbuloi një sistem përgjimi dhe vila ku u zhdukën miliona. Aktori Viktor Zhusti si më mashtroi Adriatik Lapaj duke më përdorur foton. Nga rubrika e shëndetit mund të lexoni problemet e gjumit në moshat e shtyra. Gazeta Panorama hapet me lajmin dosja Balluku, USB-ja e SPAK që nuk u jepet deputetëve, çfarë po fshihet. Imuniteti Ballukut, PS bllokon shqyrtimin në kuvend, Rama vetëm pasi të vendos kushtetuesja. Në Panorama Sport mund të lexoni Broja gjen golin pas 2 vitesh, jam bire. Grushtet në Vlorë, Teuta do ndeshje në tavolinë, çfarë parashikon rregulloria, vlonjatët akuzojnë miqt. Tirana jep leksion vllaznis me 17 vjeçar, shkodranët në krizë totale. Nuhiu, Tirana do të shihet pas merkatos së janarit. Mustafa trondit Elbasanin, verdheblut humbasin Kreun. Problemet e Partizani, Kërnaja vihet para përgjegjësisë. Napoli sfidon Bolonjën, Conte synojmë trofeun. Barcelona plus 4 nga Reali, Yamal në formë. Arsenali kalon Krishtlindjet si komandues.